Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e 22 marsit, duke theksuar se vëmendja e partnerëve ndërkombëtar është e fokusuar tek qytetarët shqiptar dhe tek opozita. Nga Brukseli gjatë aktiviteteve në kuadër të 50 vjetorit të Partisë Popullore Europiane, Berisha deklaroi se reagimi qytetar është kyç për të treguar qëndresën ndaj qeverisë. Ai u bëri thirrje shqiptarëve që më 22 mars të ngrenë zërin fuqishëm duke e cilësuar protestën si një kryengritje paqësore që sipas tij duhet të dëgjohet jo vetëm në Shqipëri por edhe në Europë dhe më gjerë. Mora pjesë në punimet e samitit të Partisë Popullore, në të cilin ishin të pranishëm kryetarët e shteteve, kryetarët e qeverive dhe kryetarët e partive opozitare të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendeve në proces integrimi në të cilën një ndërto është Partia Demokratike si një parti asociuar në Partinë Popullore Europiane. Ky samit që zhvillohet pas festimit të 50 vjetorit, një ngjarje jashtëzakonisht e veçantë për Partinë Popullore Europiane, parti e cila me antarësinë e saj ka ndërtuar Europën e sotme. Samiti u përkushtue temave më të mprehta të aktuale. Së pari, çështjeve të energjisë dhe krizës së krijuar nga lufta në lindjen e mesme, goditjet që Irani u ka bërë të gjitha instalimeve të naftës dhe të gazit në vendet e gjirit persik. U përqendrua në problemin madhor të Ukrainës dhe u shpreh mbështetje plot, solidaritet i plot me Ukrainën, mirënjohje ndaj saj, përqendresën ndaj agresionit rus. Çështje tjetër që u diskutuar në këtë samit ishte çështja e kompeticionit, e konkurrueshmërisë në hapësirën e Bashkimit Evropian. Samiti i Partisë Popullore ka qëllim bashkërendimin e qëndrimeve të qeverive të qendrës djathtë në kuadrin e samitit evropian që mbahet pas tij. Mendoj se ky samit ose partitë anëtare të Partisë Popullore në këtë samit rakorduan qëndrimet e tyre për sa i përket luftës në lindjen e mesme dhe përballimit të pasojave të krizës energjetike, rakorduan për mbështetje të fuqishme të Ukrainës dhe marrjen e një seri masave për ndihmë të madhe ekonomike dhe jo vetëm ekonomike ndaj këtij vendi që po reziston agresionit rus. Gjatë kësaj periudhe këtu, pata rastin të takoj kryeministra, të takoj miq, të takoj drejtuesit dhe njerëz të Partisë Popullore, të paraqes shkurtimisht zhvillimet në Shqipëri. Si kanë pritur ata këto zhvillime? Zhvillimet në Shqipëri janë zhvillime dramatike të cilat në çdo aspekt e nxjerrin Shqipërinë jashtë hapësirës europiane. Pra, Shqipëria me këto zhvillime spostohet diku nga Magrebi ose edhe më thellë në hapësira të tjera. Besoj se se ishte dhe një rast për të shprehur falënderimin për misionin faktmbledhës që solli Partia Popullore në Shqipëri, por dhe Parlamenti Evropian. Në këtë aspekt, mendoj se është bërë një punë shumë e madhe dhe eficiente për të bërë prezent realitetin e regjimit e narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, regjimit Edi Raps, i cili tani pas shndrimit të zgjedhë një farsë elektorale dhe e pranuar kjo universalisht, ju besoj se e ndigjuhet se tje një nga institucionet me prestigjioze në botë të vlerësimit standardeve demokracisë
Videm e klasifikoi Shqipërinë autokraci elektorale. Autokraci elektorale do të thotë diktaturë autoritare. Pra, në këtë kuadër, Shqipëria është bërë famzez, Shqipëria e Edi Ramës është bërë famzez, dhe duhet të garantoj shqiptarët se gjithnjë e më shumë mbështetja për opozitën shqiptare bëhet më e madhe dhe denoncimi, denimi dhe masa ndërshkuese për qeverinë vinë në rritje. Natyrisht, syt, mendjet e miqve tanë, partnerëve tanë në Europë dhe në botë janë të drejtuar tek qytetarë shqiptarë, tek opozita shqiptare, qëndresa e tyre ndaj këtij regjimi, përpjekja e tyre për largimin e tij. Kështu që 22 marsi këtu nga Brukseli shfrytëzoi rastin nga ky moment historik, siç ishte kremtimi i 50 vjetorit të EPP-s dhe samiti i liderëve kryesor, kancelari Merz, Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian dhe lider tjerë të pranishëm, pra shfrytëzoi këtë rast për të bërë thirrje shqiptare 22 marsi në kryengritën tonë paqësore të ngrem zërin fuqishëm, të ushtojnë Shqipëri dhe në Europë dhe në botë zëri protestes, zëri kryengritëve paqësore shqiptare. Zoti Berisha, janë tronditur marrëdhëniet e Edi Ramës me ndërkombëtarët pas zhvillimeve të fundit që ju i përmendët, por edhe për çështjen e Belinda Ballukut. Çështja Belinda Balluku është çështja Rama. Marrëdhëniet me ndërkombëtarët dhe me mbar komunitetin dhe me shqiptarët të Edi Ramës janë përmbysur për shkak se dosja Balluku është dosja Rama, dosja akshës, dosja familjare e Edi Ramës. Në këtë aspekt, Edi Rama është në rreth të kuq dhe i pashpres. Faleminderit.